Sinqerisht një lajm i pabesueshëm, na trishtoi të gjithëve dhe dje ishte prova jonë e parë me orkestër edhe ishte kaq e vështirë sepse u zgjuam me lajmin për artistin ton të mrekullueshëm, bukurosh, me zë të bukur, valltar, domethënë gjithçka ishte kompletuar. Kam pas rast vërtet ta takoj disa herë edhe në për festivalet, Nota Fest e kështu me radhë, por më shumë në studion të njohur të Erol Jakupi që ishte në Karposh 4, edhe shpesh aty vinte dhe bënte filmimet, ishte i ri, po gjithmonë i qeshur dhe u gëzova kur mora vesh që ishte edhe në Dibran, se nuk e dija, ishte rritur në Tetov. Edhe në Shkup, po. Edhe në Shkup, e njihja maman e tij, zonjën Gjylimsere. Edhe përshtypje gjithmonë kanë qenë për atë njeri kushdo që do ta shifte, ishte kaq i dashur, kaq i këndshëm dhe kaq i sinqert, me një shpirt të bukur dhe me një talent me të vërtet që ka lënë këngë të bukura për publikun, për ardashësit, për gjithë që donin këngën e lehtë. Edhe rinia që këndojnë këngën e tij, ai do mbetet i paharruar. Sinqerisht shprehim ngushëllimet familjes që e hapim emisionin me një lajm kaq të hidhur, por që do mbetet gjithmonë një këngëtar në zemrat tona.